Nuk e di kur do të bëhet kiameti, as zotëriu i melajkeve, as zotëriu i njerëzimit. Subhanallah. As Gjibrili alayhi salam, as Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj ti do të gjesh në mesin e njerëzve të cilët hutohen kur shohin ndonjë lajm se filan datën do të prishet dunjaja, filan datën do të bëhet kiameti. Nuk e di një gjë të tillë as Gjibrili alayhi salam, as Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vetëm Allahu e di kur do të bëhet kiameti. Disa nga dietarët janë munduar nga argumente të ndryshme të zbërthejnë kohën kur do të bëhet kiameti. Çdo kush i cili është thelluar në këtë temë ka gabuar, duke u bazuar në transmetime të ndryshme, në transmetime të dobta, në një transmetim të dobët i cili thot se dunjaja do të zgjat 7.000 vite. 7.000 vite, atëherë janë munduar që të bëjnë matematikën e tyre nga Ademi a.s. deri në kiamet, 7.000 vite, kur mund të bëhet kiameti. Dhe kanë dhënë mendime të ndryshme dhe kanë gabuar rënd, nga se një gjë të tillë nuk ka mundësi që ta di askush.